Një ndër stendat më të vizituara ditën e 3 të panairit të librit ishte ajo e promovimit të veprës së shkrimtarit të njohur Ismail Kadare. Gjeniu i letrave shqipe vjen në këtë panair me veprën e tij më të fundit, Mosmarrveshja e Shqipërisë me vetveten, një sprov letrare që merr shkas nga realiteti sotëm shqiptar dhe që ngre pikpyetje mbi atë që ne përjetojmë dhe jemi dëshmitar çdo ditë. Mosmarrveshja që e jetojmë e përjetojmë për ditë. Besoj se të gjithë e keni ndjerë edhe jeni në këtë mendje me mua spaku, që ka një mosmarrveshje. Unë jam përpjekur ta shpjegoj cila është. Kjo nis prej shumë kohësh, prej vitesh, prej shekujsh më shumë. Një prej dashamirësve të veprës së Kadares ishte edhe ministri Basha, i cili ka zgjedhur veprat e tij të preferuara me nënshkrimin e vet autorit. Këto janë dy vepra të cilat nuk i zotroja, por që i zotroj tani. Zoti Kadare vetë është një nga komoditetet më të rralla të vendit, ndërsa veprat e tij një nga dhuratat më të mira dhe më dinjifikuese për zyrtarët shqiptar, ndërsa në aktualitetin e sotëm mund t'ju them që unë kam filluar të udhtoj pa viza në momentin që kam filluar të lexoj veprën e zotit Kadare. Edhe këtë vit, panairi i librit ka tërhequr një fluks të madh vizitorësh, të cilët kanë patur mundësi të zgjedhin mes titujve të shumtë dhe autorëve të njohur.